Bëj dhuratën që nuk kushton asgjë, dhuro gjak. Të aksidentuarit që i nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjikale kanë nevojë urgjente për të sëmurët talasemik, pa marrë gjak një herë në muaj nuk mund të bëjnë jetë normale. Prandaj nën moton ndihmoni që historia e tyre të vazhdojë. Për të katërtin vit radhasi rreth 200 punonjës të Tirana Bank në kryeqytet kanë dhuruar gjak. Kësaj thirrje i është përgjigjur edhe stafi e klientët e 55 degëve në përretha. The need for blood supply. I was reading the other day that Nevoja për gjak është me të vërtetë e madhe. Çdo ditë ka nevojë për gjak. E lexova këtë një ditë më parë që në disa vende ndoshta kjo vlen edhe për Shqipërinë. Këtë kryqëkuq e di mirë. Në çdo 2 sekonda ekziston nevoja për furnizim me gjak. Është diku që ka nevojë për të. Kemi nevojë për 25 dhurues për çdo 100 banor. Pra është e dukshme se çfarë duhet bërë. Duhet të ruajmë furnizimin e rregullt dhe vullnetar me gjak, por Tirana Bank kjo është bërë një traditë. Këtë vit dhe vitet që do të vinë ne do të jemi pjesë e dhurimeve vullnetare të gjakut. Për këtë iniciativë, Tirana Bank mori vlerësimet e kryqit të kuq shqiptar. Simbol është Nën Tereza, që njifet në gjithë botën, edhe besoj se është shumë kupti plote dhe signifikative për këtë ditë kaq dhe këtë veprimtari kaq humane. Thank you very much and this is the best we could have. Ndërsa numri i dhurimeve vullnetare të gjakut sipas të dhënave të kryqit të kuq në vendin tonë është rritur me 10%, ato ende nuk janë të mjaftueshme për të plotësuar nevojat, për të cilat çdo vit kërkohen rreth 31.000 njësi gjak.